Policia e Kosovës ka njoftuar se është vërejtur një rritje e konsiderueshme e pranisë së kafshëve të egra, veçanërisht e arinjve në territorin e komunës së Shtërpsës. Raportimet e përditshme tregojnë se këto kafshë janë parë në afërsi të vendbanimeve, çka paraqet një rrezik të drejtpërdrejtë për sigurinë e qytetarëve. Sipas policisë, situata bëhet edhe më shqetësuese në zonat malore përreth Brezovicës, sidomos përreth liçeneve të Shtërpsës, me theks tek liçeni i Jazhincës, ku çdo ditë qëndrojnë një numër i madh turistësh dhe vizitorësh vendor e të huaj. Policia thotë se shumë prej tyre janë në kontakt të afërt me kafshët e egra, duke bërë fotografi dhe video nga distanca të papërshtatshme, vetëm 10 apo 20 metra larg, veprime të cilat mund të çojnë në pasoja serioze për jetën e tyre. Policia apeloi ndaj të gjithë qytetarëve, sidomos familjeve me fëmijë, që të tregojnë kujdes të shtuar gjatë qëndrimit në natyrë dhe të shmangin çdo afrim ndaj kafshëve të egra.